Pas incidentit në shtëpinë më të famshme në Shqipëri, ku Josef Marku e goditi fizikisht artistin Gjesti, janë zbuluar informacione shqetësuese për të kaluarën e tij. Një ish partner e tij e ka denoncuar për dhunë gjatë bashkëjetesës në Zvicër, çka ka çuar në burgimin e tij nga viti 2020 deri në vitin 2023. Burimi pranë ish-partneres së tij ka theksuar se pas burgosis, Jozi dhe ish-partnerja nuk kanë pasur më kontakt, ndërsa vendi duke i kriju dënimin ka qenë një nga kantonet frankofone të Zvicrës. Ekspertët zviceran theksojnë se dënimet e rënda me afat të gjatë aplikojnë në rastet me prova të forta të dhunës ndaj femrave. Me sa duket Jozi pas ka precedent penal edhe vite më përpara. Lutem klikoni tek butoni subscribe për të marrë të rejat më të fundit nga showbizi shqiptar.